Miqtë e mi, emisioni Fol ka ardhur në Zogaj të Tropojës. Shikoni sa bukur, pa fjalë. Shikoni derisa ju ha syri, gjelbërim, pa fund, livadhe pa fund, si në poemat e Naimit. Është një vend shumë i bukur, duhet kishte bujtina. E themi, kudo ku ka vendet bukura në Shqipëri, duhet ketë bujtina. Këtu po ikin njerëzit se s'ka rrugë. Këtu po ikin njerëzit se s'ka shërbime. Këtu po ikin njerëzit se s'ka shërbim shëndetësor. Ikin Kosovë. Kjo nuk është vetëm për Zogaj. Është dhe për 6 fshatra të tjerë që preken nga kjo rrugë, që nis nga Qafprushi e përfundon në Kam. Në Kamin e famshëm në fshatin që ka prodhuar aq shumë krom sa jo të shtrojë kjo rrugë, po të shtrojshin gjithë rrugët e Shqipërisë. E pikërisht zona më e pasur me mbi tokë e nën tokë nuk ka rrugë. Nuk ka rrugë fare. Ka ngelur me kaldrëmin e Italisë së para 100 viteve. Ne kemi diskutuar këtë edhe para një muaji kur bëm banor protest, por sot kemi ardhur për të parë potencialet reale të kësaj zone që shumë mirë mund të ishte frekuentuar nga turistët. Jo vetëm për banorët, pra po të mendoje edhe për turizmin. Çfarë do thonë banorët? Ata e vuajnë mbi shpatullat e tyre. Ata janë që ikin, që largohen nga kjo vend i bukur, se nuk kanë shërbime në 35 vite demokraci. Banorë, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit për ju. Këtu është për mos me hik. Erdhëm mos me hik. Çështja është se ju thoni që është problem. Se s'ka këtë e s'ka atë. Nga t'ja nisi. Qa t'ja nisi mos kidet. Si quhesh? Kjo, ne e dim që është hapur gjithmonë. Si të quaj? Unë Ismet Mërtinaj. Ismet, komplimente për këtë ambient bukur, për këtë fshat bukur, për gjithë shka të bukur që në shojnë sytë. Faleminderit. Këtu për shëdila vetë që këtu vetëm rruga mungën. Ne jem popull që nuk pretendojmë shumë, luksat diçka, pretendojmë rrugë, ujë, vaditje dhe energji elektrike. Një qenë shtetësore këtu, njerëzit po ikin në Kosovë të vllazit tonë, sepse Kruma është mbyll spitali Krumës, e Tropojës bracë nuk funksionon. Ne për çdo lloj problemi na duhet me rrugë, kjo rrugë është e pa kalueshme, është tepër skandaloze. Pra ju i thoni 100 herë faleminderit Kosovës, ë? Po, Kosovë, po, për këtë. Se po mos jetë Kosova? Edhe për shumë gjëra të tjera, po tek e pakta për nivelin mjekësor. Tani nuk ka nevojë me zgat shumë këtë problem. Pasuria shihet, hapësia shihet. Kjo është vend që prodhon gjitha drithat, produkt bujqësore, është vend bektoral, është problematari, por gjithmonë ne kemi se nuk e rrugë. Edhe kjo pjesë e popullsisë që ka mbetë në perspektive të më bofë rrugë. Sa kanë mbetur në Zogaj? Ka mbetë 40%. Maksimumi 40%, 60% kanë ikë. Edhe këta që kanë mbetë perspektivë të kësaj rrugë, se të kishë ikë gjithë. Po të botë rruga, të ka zhvillim, ka ekonomi, ka punësim, na kthehen edhe njerëz që na kanë ikë, edhe me siguri që duhet të ketë një mirëqenie më të mirë, një zhvillim më të mirë, kështu si mesjetje më. Edhe tash që është vera, me zërë. Po, fillojnë shirat, dimni, është tepër skandaloze. Ne, me që the që sa ka fillu vera, ne mundëm të hynim këtë rrallë. Kur ishte para një muaji, nuk hynim dot, erdhëm me furistrat. Ishim pelgje, duke i vetja si, nuk e di, s'kishim pa rrugë më të shkatruar se sa rruga juaj. Po kjo nuk është kompliment, për fat keq. Tash, faleminderit prej njerëzit tonë që kanë emigru. Na kanë pajisë me disa mjetet të domosdoshme me lëvizje. Tu ka mjete personale vetuar vogla, ka mjëqina, kamiona, edhe nga zona që mulok i rrugë deri të në Qafrosh, janë mbi 450 mjete që paguajnë taks. Që paguajnë.
nuk ka njëri që ka një mjetë që nuk shko 4 herë, 5 herë të shërbes. Plus që harxhon kohë, harxhon karbon, harxhon pjesë ndrimi, edhe inshallah në rastur të shkuj se një grua tani që kaloj, Po. atë inshallah një më zoti sepse për ndihmë që mu më shku urgjent të bëj diçka nuk ka. Po më patjetër se e ki gjithë kjo fush. Origjinal. Nuk punohen më, rri kështu lëndin, ë? Është diçka jo normale, o thënë. Mos me kanë dispozicion. Me na ik njerëzit ne prej vendit vet. Ku i ka tëna mundësit me jetu, po investimi ose interesi i shtetit nuk është. Nuk është. Ne takuma të djalin, po shkonte me nënën e vet. Ne shkojmë tha në Gjakov, tha se mund mos jetë Gjakova, tha ngelimi pa shëndetësi. Pa shëndetësi. Na jena nisë më shkue për drejt spitalit Kosovës. Se s'ka E kena shërbim? më afër. Nuk ka shërbim shëndetësor tu? Jo, nuk ka shërbim shëndetësor. E para punës e dyta, rruga cop-cop. E kena bo dhe shpinë, që do kena bo shpinë e re, vesh më ardhë më najtë afër familjes, afër nënës e babë, ne nuk po mujë mas marrë. Rruga kese, dje Partia Demokratike thot, ja ushtrajune, vetëm mirë një votat, dhe Partia Saliste thot, hajde vetëm mirë një votat që ushtrajune, gjëna tonë këvëllë një mirë, pa rrugë. I kena bo tonë makina dëm, kena vjetë pa makina. Ky mor makina me qëra, thujat. Plesh nuk dojnë me lëviz për këtujt. Njone e ka bëj për mosha, ju për që vendi vetë më najtë. S'mujnë as me qunë, as në Bramzor, as Tiranë, do më najtë këto. Tash neve na mungoj i rrugë. Edhe sa kilometra rrugë janë, 4 kilometra për këtujt dhe e në qafë më inës. Tash na i këshën bëllë thirë shtetit, ku shot tash i pari, Edi Ramës, Taulant Balca. Qa janë këta më ardhën nga bo, në e zidhje, na pjelqojmë vendin, po ikim tënë. Qa kena me bo? Dhe i tu ka rrit puna. Dhe këtu ka rritë puna. Si bëhet ndihmër këtu? Ndihmën Kur bi borë? katastrofë madhe. Ndihmë vetëm se kur në konë primitive. Në ka, mos e me radhë. Pra ti thua shqyqy që është Kosova afër se... Që se kena Kosovën, se ne na kështë marrë lumi. Imagjino tash 6 km rrugë, ne bëjmë 50 minuta, 6 minuta. Në një kohë kur rrugë normale du të i bësh të ke pakta 80 km. Të ke pakta gjallë 80 km. Për një orë, na e bëjmë për një orë 6 km rrugë. Skandale. Kjo është diçka që U erdhën këtë rrallë për zgjedhje? na kanë ardhë, jo këtë rrallë, po me rrallë, sa na tash jem sfortunat në mënyrë, sa edhe me na thonë ne do të bëjmë parajs, me na do këtë diçka që e kana shoh. Ju nuk e besoni më? Nuk e besoj më, u ike. Vetë di ma në branë të konë të Kush ka... Jo se nuk të dëgjojmë pa mikrofon. Nuk kam përë, nuk kam. Si të se që i 30 smeti, pëzë. Në ka ka vetë të vërë, ja dhe ramë në ka, më një ka dhejli edhe pandelimoj ka. Kanë ardhur këtu ke ju Në ata? konë, po këtu konë, më një ka dhejli konë tu ka pikave, ku piti, konë pandaris legali. Po nuk e pa rrugën Edhe mimi. kanë po ka pa, tha të strojmë, ikin të janë në vend në punë, se këtë që e dhe rama dhe ka quë, edhe snajtë. Edhe ju prapë si Na, shkriqe. si s'kena qenë, edhe bështë ma kesh ka imi. Ta shëdojnë në pesën një vetë, thojtë s'ka popullar, si s'ka popullar, që në qëtë lojës, në malë të e për të këtesh në Po. jepen hek, janë minishin makina që pagujnë ta se ku ka mu. Vetëm kjo zona ju. Na, i Në pagujnë totali 230.000 lek në vetë, i pagujnë për që të makinë taksë. Se vesh me taksë ato në shtuke, pa hupë që jasan me padesht. pra vetëm me Po. taksat e Po zonës. nuk da zë, i ka në kërta partijë të në pa shkolli ma këto, dalin sa të përkonë kush nuk intereso, se a kisë, as ki kërë plak, këtu të se ardë, as ki kërta partijë të peses se ardë, për me thonë me onë po ola kemë që të vajtë. Që edhe ta që të janë mëri. Të magazime në mërëhorë se në mësuë me që të bële rruga kanë me mirë, kanë bajtë bashkë makinat ishtë Serbia të herë në të ku, Po. kanë bajtë klubin që të nëzogaj, Po. në kam e kanë që në Serbi, për që të rrugë, po mbajtë me 3 plaka se në kanë në punë, E mirë mbanin. E mirë mbanin me jesë më shka du. Sot Sot, kur paguaj rinjë janë shtë delë si tu. Qa do bëhe njeriu? Nësta gjënë paguën sa dush, se kur ka rasën e tjekë që ke bokë si betë. Por Aha. të është moli, e lartë bashkison, më është bibejnë, unë nuk e këndi se ku rrinë të në të punës bashkisë si ka pakush.
Kuna kanë ardhur në kasë, pas me pikape për tyne. Më është me në kryet, freni punës bashkisë, sonjën to, asë për të rrugë, asë për edhe të si ka, me pyet me klejmë me rriqë prejnë thera, Nëse e paska rregullua, i paska policë në vend punonjësve. Okej, faleminderit. E paska kry me policë. Vetëm diçka me sqaruar diçka. Po. Janë të gjithë të lirë, marrë të kërkojnë mikrofonin çdo kohë. 86 vjet ka që kjo rrugë nuk ka qenë rrugë rurale, as nacionale, po ka qenë rrugë internacionale. Ka qenë rrugë që ka eksportu me miliarda ton, e me miliarda valut ka punë Shqipëri. Dhe i jep këtë ato. Për shka bo kjo nuk e di. A bo për spekulim, për vjedhje, a bo për diçka që jo normale, por të ketë gjithë këtë pasuri. Dhe na të rrim pa rrugë nuk e normale. Edhe na thosh ata vjetit tonë që edhe italianët u habitëshin, thosh ne ke bo këtë rrugë për fitim tonë me morë pasurinë, jo më ndimu ju. Por, thoke u habitëm, thoke si ka mundësi që shqiptari, hes zbath, s'ka pinga me math, edhe s'ka buk me hangër, kur shkel në flëri. Shkel në flëri. Do në populli jonë, shkel në flëri, dhe ata s'ke mas rrugë. Faleminderit. Si të quaj? Jere mirë se keni ardhë, ju gazetar, jeni të nërruam që keni ardhë me ne i marë mendimet tona e problemet tona jetike që i kemi në fshatin e Zogaje. Edhe të peraje, edhe të zgjeqit e me radhë dhe në kam. Edhe me fshatat, Kepenek, Hajdarmata e Mjekërbardh, me radhë. Po në do këthejna pak në kohë mrapa, në kohë në monizmit, në lugin e Zogaje, ka pas një jetes që nuk e dom të kthehet ai regjim, por të mira që ka pas duhet i përmendim. Se në Zogaj që tu ka pas mbi 300 punëtor, klasë punëtor që kanë punuar në minjera dhe në gjellëgji. Nërmarrje tjera, pa llogaritë kooperative në bujësore, me resurset e asaj kohe, me blegëtorie, me bujqësi, po thuj se nivel bukur të mirë. Demokracia e kem prit shumë me gzim të tonë, pa përjashtim. Mirë po, ne na ka shgënjye. Lugin e Zogaje, mos me thonë deri në qafë prushit, kam deri në qafë prushit, ne jem shumë shgënjym. Ndash nga Partia Demokratike, ndash ka Partia Socialiste. As një pik nuk e heki, as një anës për këtë, sepse këtu nuk o vendos dorë tek ne. Dikur në kohën e monizmit na kim pas edhe spital në Zogaj, kim pas edhe klinik dentare, se nuk bëhet laf për ambulanca e mjek për çdo lagje. Sot, në 2025, ta në kohën për këto probleme, për këto çështje është një diçka shumë e rëndë. Edhe ne na ka rënuar shumë, e rinia na ka ik, nuk kem as si e nalim. Ne na ka ik, ne nuk na vjen kush musafir, vetëm na thonë nëse deli na merrin qafë prushit. Me i marrë me i quë, pa detyrohesh me dalë për njerëz tu, për gjakin të detyrohesh. Mirë, po kjo. Nuk i fusi makina këtë, jo se nuk kanë marrë makina për në Zogaj ata, e kanë makina për kuhendet makina. Me drejtë tha dhe parafolsi, një vend kër u bëjke rruga me gropa, një shofer po të nalet në qafë prushit të në kohët në dëganin tonë në qafë prushit, nesit vlojke nërmarja rruga ura me aksion për ta rregullu rrugën. Sot fjala e gjithë në banorëve ka rënë veshurdhë, edhe kështu si na nuk dim gjan qa me i thonë as kësaj qeverije, as qeverije tjera, po për ne hapja me Kosovën është oksigjen. Është oksigjen për banorët e kësaj zone, sepse na me çdo gjë mbështetjen e kemi atje, mikpritjen e kemi atje. Thu se jem banorët komunës Gjakovës. Ata unë i falenderoj. Ata janë vëllezërit tanë. Është normale që siç bëm ne 98 do bëjnë ata në pjesën tjetër. Pyetja madhe është që po të mos ishin ata, ku do shkonit ju? A do të ishim shumë më keq. Po ku do shkonit ju, sepse ideja është se ti nuk e merr shërbimin brenda territorit ku je shtetar, ku je ti shteti. Për zotin e Kjo është pikë pyetje madhe. Mos ishin ata, do ishin ku janë këta tjerë. Pra do kishin tik? Po normale. Do kishin ik, do ishin me këta tjerë këtu. Si të quaj? Unë quhem Normal Mertinaj. Herë spori, ju falenderoj për pjesëmarrjen që keni ardhur. Faleminderit juve që pranuat shtesin tonë.
Unë e kom kalu 40 vjetë, këtu në këtë vend. Po thuj se këtu, në këtë lagjën këtu, jem 25 shtëpi, nuk ka nëj mosh, ma 3 se unë. Ti e më i riu. Po. Mos të gojtë në fëmijë për shembull që është në klasë po, edhe ata mund t'jenë komplet fëmijë të shkollës fillore, mund t'jenë diku 2-13 fëmijë. S'ka ma, 3. 3 kanë ikë komplet. Kanë ikë për rrugë, edhe për ujë, edhe për qendër shëndetësore, për shërbime mjekësore. Pra si gjë tjetër. Pra nuk kanë ikë për një jetë më të mirë, po kanë ikë se s'ka pas mundësi. Jetën e kanë shumë më të vështirë atje ku kanë ikë. E kanë shumë më të vështirë. Se na ton kem njerëz jashtë, ton thonë, jeni shumë më rahat këtu. Më rahat jem, po s'kem as rrugë, as ujë, as shërbime mjekësore, as arsim. Kur ka ikë doktori i fundit këtu këtej? Doktori i fundit duhet kenë ikë 93-in, 94-in. Edhe s'është pa më doktori këtu? S'kem pas më doktor këtu. S'kem pas më quhet Isuf Hajdermata, ka qenë mjek shumë i nderuar, shumë i respektuar, shumë i aftë, shumë i zoti edhe ai ka ikë i fundit. S'kem pas mjek më këtu, në këtë zonë. Po infermiera keni për të bërë gjilpër? Kryesisht gjylpanat i kemë bën në spitalin e Hasit. Që për një gjilpër merr një rrugën? Po. Kryesisht në spitalin e Hasit i kemë bën gjylpanat. Jem zonë të veshur me shërbime. Se e para punës për shembull kur kem pas rast urgjence, në helmi mos e në gjë, s'ka ç'a të bëjnë infermieri këtu. Se nuk i ka as mjetet, as nuk i ka kushtet. Ç'a ka me të bëjnë infermieri? Po si ja bëni? Ikshim me makina rosti ose me diçka të ikim në Gjakov ose në Krum. Po ma tepër Gjakovën. Tash sot s'ki kush ka as në Has. Se është hek edhe në Has. Është mbyll dhe Është mbyll edhe në Has, është mbyll në Tropoj. S'ka as i shërbim mjekësor. Kjo është dramë e madhe. Dramë e madhe. Vallai ne u kanë sos të fjalë. Sinqerisht. Na kem bën 2-3 protesta, edhe falenderoj Izet Malin. Aty u Se kam parë unë që erdha dhe ke protesta dhe po visot. Jo, ky na ka bën thirrje, se na këtë rrugë dhe këtë rrugë, kryesisht rrugë, kanal, Vadec edhe qendër shëndetësore kem lyp tash 30 vjet. Po amon protestë ka dal kush, kem lyp për shembull kur ke ardhur ti në takim, po të marr shembull ty si kandidat për një deputet kryetar bashkie kur ke ardhur në takim me na mashtru se ç'a po dëni. Se jo me na premtu, po me na mashtru se na kanë mashtru. 30 vite. Izeti ka marrë një iniciativë, na ka bën thirrje, kena dal, nuk e kem mbështet as Izetin, as kërkon kem mbështet veten, edhe e kem mbështet vonë, edhe me mungesa të mëdha, e kem mbështet, se duhet jem aty çdo ditë. Jo vetëm me 2-3 protesta, po çdo ditë. Na si gjë që kem lyp kujt në botë, nuk e di një njeri për shembull prej në qafë për ushit deri në kam, si ka kërku vend punë kon. Mos merr parasysh për shembull një elektricist, 2 elektricista, 3-4 mësues ose 2 infermier. Infermier më thonë se s'ka nërët kushtesh as ata, na s'kem lyp as i vend punë, as i gjanë botë, na kem lyp rrugë, ujë. As i gjanë botë si duhem shtetit. Takset ja pagujmë shtetit që ku ai si Remedis Tirane. Original, çdo gjë. Gjithë marrë vesh, vjen kryeministri në i sotmi, në Kukës, në Has, ku di unë nëse ka ardhur në Has, ore duar tokasin gjithë. Krijohet ideja gjithë të lumtur aty. A thu se ne gënjejmë. Qof gazetari, qof ti këtu. Na e përdorim një shprehje, sikur me të hyrë fukarallëk i mrena, një herë për 40 vjet nuk del më prej shtëpie. Kështu që më na hi keqja, na ka hirë keqja, duhet me prit 40 vjet. 30 e saj kem bën, po presim edhe një 50 vjet noshti. Ata që duar trokasin halli po thu. Ata e din. Servila duhet. Ata e din pse duar trokasin. Servilat ata që Kështu kem duar trokit edhe na o vëlla. E duar trokasin prapë. Se e hom sapunin për djath. That Mimi Kodeli, that Pandeli Majko, me që janë të fundit. Kur të vinë herë tjetër, oret, si që thot populli plaqin syt, nuk e shikon rrugën ku ecën? Jo, nuk vinë dyert njëtit njerëz. Nuk vinë. Jo, kjo është problemi, s'vinë dyert njëtit njerëz. Mirë, dakor. Çdo parti i ndron, nuk i bie dyert njëtit njerëz. Dakor. Po i ndërum gazetar. Këtu për zotin është mundësia me punu, është mundësia me jetu vetëm me pas rrugë ose diçka. Unë Po për tu vetë jetohet edhe vetëm me bujqina, me arturistët jetohet këtu. Unë për vetë për shembull si profesion kom punu shofer. Jem kanë punë në Kosovë me Enverin, Enveri është hala aktualisht në punë. Unë nuk kam mujt me njek më punën. Nuk mund e njeki më. Pse se dëmtoj makinën, dëmtoj më shumë hupi se sa fitoj. Se puna është lart. Kurse po të jetë rruga asfalt unë njeki punën në Kukës ose në Tiranë njeki punën, se për 3 orë shkoj në Tiranë. Për 3 orë vi. Ju falenderoj shumë. Faleminderit.
që keni ngrit zonin S'kemi as tonë. ne fjalë çfarë themi, po Jo, themi. jo keni thonë Shpresa bon në se Zot edhe urojmë që ta shoh kryeministri edhe ku di unë. ju keni thonë bon se Reagoj. keni ngrit zonin tonë edhe jeni vetmit gazetarë që keni ardhur me kajt hallin tonë tamam me dorë në zemër pa asnjë lloj interesi. Faleminderit shumë për ju. Faleminderit. Si të quaj? Pëllom Nezaj, Plum, sa vjeç je? 53. Si e siguron jetën këtu? Jetën unë Kosovë. Kosovë, ë? Po. Me gjithë ato tokat bukura, me gjithë bereqet natyre, ë? Bereqet sa dush, e prodhimi. toka sa dush, unë vetëm prej Kosovë. Atje punoj, rasibile ke kjo që erdha që do. Këtu kam shpinë, prej Kosovë kam marru shpinë, vetëm Kosovë. Këtu ka punë me dashtë, të kanë rruga, zonat. Unë I paguj taksat për 2 mjetësët. Se s'u ndal janë as kërkos as çfarë push s'u ndal po ta paguj taksat. Pra, gjysmë milioni ti I pagun për 2 mjeta. Një gjys milioni për Edhe 2, sa pagu- një gjys milioni paguj vetëm për çat kamionçin. Ha, për të madhen, po. Për të madhen edhe për veturën e vogël, sa domosdoshme për familje me shku me kënaj. Rreth 1 milion I paguj në vet me taksa me zona për çdo. Plus pastaj te 3 herë në karburanti. vet në shërbim. Kështu që na rruga ma tash edhe kualt ka nik. Se me mor kaj kali, po edhe me kual nuk ka bë më punë. Tash këtu kena mbet mas krejt. Unë jam kthy, kam jetu në Tiranë 14 vjet. Dorë në Tiranë qysh 98. U hap Kosova, u ktheva me mendimin më të mirë më. Për me punu me jetu këtu. Tash nuk kena ku me shku në Kosovë punoj. Tash edhe herë prej Kosove I siguroj të ardhnat këtu. Shkoj rri ka javë, vin familje. Pra po problemi kësaj rrugë, për në qafe këtu. Tani ti më thënë Kosovë. Kosovë punoj. Si është nga ana tjetër rruga? Është edhe jam një bjeshk, strelcit, bilim kanë pyet, pardje, lezmunja, ky që ka kromin tu. Po? Qysh është ajo bjeshk? S'u dje kam ra pas ka ra bor aty. Ajo kanë çuë asfaltin në maje bjeshke edhe është krejt shtetërore, nuk kanë punë privat fare aty. Për një restorant. 12 kilometra. Kanë çu rrugën atje? Po është në 2500 metra mi nivel detit. Gje ka ra borë, kam zbrit pas e më në punë atje punoj. Atje është asfalt, çdo milim, çdo pllom, çdo stan. Këtu as kem asfalt, as kem rrugë, as kem doktor, se tha ky kush përfundon, tha me smutin. Me smutin përfundojmë të përmi shpeti ku ka përfunduar një. E ka lapidarin aty. Si kam rri me dal në çafushit, ka vdek në rruga ai zotnia, me pakon rruga mirë, nashta ju kish dhënë më parë pak më shpejt. Në Kosovë. Tash na për çet rrugë në protesta, kem votuar se 33 vjet, zemrën e kena pasër krejt. Unë kam votuar gjithmonë se jam I demokrat. Po. Po se tre mandate e kam dhënë SBB-it. Se kam dhënë votën haptas. Pra ju keni votuar Kam votuar Një të SBB-in Partinë Socialiste 3 herë. Radhas. Deri çit moment që tash. Po. Çit moment kam hek dorë. Kam I nën tatë 6 vjeç, ata e kam çast se kam po honratësia hera për herë të fundit. Janë konë komision haptas edhe aso ja kam shu votën tash ku I këtë do me dhom ta Saliroms. Saliroms sa es 10 për këtu vetëm mota të 6 vjeç, e për spitaleve kam xherë kam punë aty. Na kena marru vëlla, si me ata, si me këta. Na kanë rrejt port, na kanë rrejt këta. Tash ka zgjidhjon, s'ka pas se kem disa hapën qendrat e votimit. U shkoi mua vesh se na kem balon më bojkotim zgjedhjes. Çështo kon llafi, përfundimisht protestën e fundit, ku thani kanë marrë kutinja, dy kush ndaj, dy kush andaj. Shku me fotem edhe herë atë vot. Ka I bin vetë jem prapë me to, sa të mujm, edhe më shumë tash. Edhe u kry puna. Se të ju falënderoj se keni ju I atyre protestave nga qeveria. Cila qeveri? Po ju dolët edhe në stot atje. Atë pashu në çun Izetin. Se san. Edhe ty çuan. Se san është, na mua na I fotën mbrana aty. Është pjesa tjetër, se unë e thash më përpara një llaf, nuk e di se ka pikë kështu. Kena djelë të I, janë do, që kanë vullnet më najnë këtë vend. Po? I kena djemë të I, tash djemë të I nuk janë mosha 25 dhe 35-20, o mosha mirë, për zotën nuk ne apë kushqik. Po vesh po bleve shpinë Tirana me ikë, edhe në Krumë me shku, ta japin vajzën, edhe në has.
Këtu nuk vje kush. Të vëllan kanë met, i ki që tonë, u thamë mra, me binja dhe kena njerëz, këtu i kena, dhe që të në mesin tonë. Nuk të jep kush qik. Këtu jo. Tek të jeshtë që kjo rrugë, nësë kena as takat burës me bo vetë. Që ja automatikisht do martohet tjetër e do iki. Pra në këtë mënyrë, automatikisht nuk ka. Jena që 4-5 vjetë kërkojmë, shkojmë edhe janë familjet më të mira të më që i kanë djemë së të pa martu që tu. Janë familje të mira, janë rahat të na vetëm arsyeja se rruga është. Nuk na jep kush çik të ne. So i kem la duhet. Me na i morrin, me na nuk na jep kush. Për 6 kilometra. Për 6 kilometra rrugë. Sa që është nga Zoga? Kjo është kryesoja, këtë është kjo rrugë, këtë pengesa që kjo rrugë. Këtë lidhen me çet rrugë. Babe si quajnë? Mu më qujnë në Zhebzeshe nga fshati Zogaj. Bashkë me qëta dashamjet mirë si jem këtu. Ne jem një halë shumë të malë që kem pej vite që e vujtë këtë. Problemi kryesor rruga. Problemi dytë është ujtë me vadit me punu tokën, me vadit me bondi shka. Pse nuk ka ujë për vadit? Kem po s'ka kanali, nuk pastohet kanali, s'ma ta si në hyrën kanali, s'ku gjo, rezervoarja plot ujë atje, na jesim pa ujë tu, nuk ka nuk kushdojnë ta. Që nga 90 e sot. Na kem problem qenë ato shnësin, as kem mjek, as kem qenë shtësore, as sa jem njerëz të maruam. Të maruam totalisht. 80% e këtij populli këtu jem pleq, dikur ka 2 veta, dikur ka 1, nuk kem ku më shku më keq është me var vetë, ose me var vetën. Një person, një njeri me zonë gjarë, ai vdes këtu. Te ta shohim në Gjakovës, ku më vdes njeriu. Se këtu nuk ka ndër shtetin, 3 pikat kyçës jo për me mbjetu njeriu. Na nuk i kem. Ton të ke rrugë, se të mojë të djallë. Ty ne kanë rrogat e siguruara. Në amortizatni. Po më shku deri para këtu mas kryeministit me thon për rrugë e deputetëve drejshit e bijet e këtoj bashkisë na kanë rënë, na kanë mashtruar të tanë. Ton na kanë rënë. Kush ka rrit me emrat po veçanta? Na ka rap ton drejtues e Parisë Demokratike sa kanë pushtet. Ata iki patjetër për socialista, këta mozi. Ata kanë 8 ta 12, tash 16. Vetë kom taku komunistë kom ka për kjo në Tropoj. Cilin? Ramën? Ramën, po, në pallat sportit në Brancor. E takove edhe? E kom taku, më kapin policë, sa çfarë bën? Sa shoku më bon, shison kë. Çfarë kem më boni? Sa fol me këto mrapa ke maj po. Me sheqer rrugë. Po. Edhe kem thon për rrugë, sa dhe ashtojm. Dole përpara kryetarit bashkisë, dur kryetari bashkisë fola aty nuk malla. S'mallan drejtë se kisha pashkuar me atë ku duhet se demokrat. Fola thaj drejtori policisë dele fola. Promtoj maj, kom të rëshbebere, përpëton rrugën e keni gati, ja bon këtu, asë një gjëma vërtet. Të në ranë. Na paguj takse, na paguj gjithë shka, e plek privat në spitalin Gjakovë, se atje për një smut. Në që dash në ka sektu një infermier pej zherke, është një katun atje në qafë rrugës. Një infermier ka sektu, më ka thonë me ardhë me punë gjogaj. Shush vjena e pej tje këtu? Kur të disë gjënë rrugën e merë, që është jonë 4-5 punëtorë që të rrugë, një punëtorë për nën, tjetë e mojnë rrugën, as gjë kush me këtullu, as me po, as me fol me ne, si kaq. Hipotetikisht, erdhi punëtori, ka një lopatë, Po, s'ka material me punën rrugë. S'ka material, se mund të ndëjë 10 ata punëtorë. Jo, po çashtu. I lutem kryeministit të Shqipërisë, jem takuar në Brancor, personalisht unë me ty, na keni premtuar rrugën nëpërmes SBB-t, e gjithë njerëzve tu që je kanë me ta, premtimin se ke marrë, asnjë gjë për këtë fshat e për këtë zonë nuk e bën. I lutem shumë. Na nisë rrugën të na bën këtë rrugë që ne të mjetojmë ose përndryshe kemi marrë totalisht. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. E gjoni edhe vet. Kaq vend i bukur, kjo natyrë perfekte, njerëzit diskutojnë jetën se i Gjarpri nuk shkojnë dot në spital. Spital s'ka. S'ka as në Has, s'ka as Tropoj. Shkojnë Gjakov. Shqyqyr që është Gjakova për këta njerëz. Ndërkohë që janë shtetas shqiptar, jetojnë 6 kilometra nga dogana e Qafprushit dhe fshati quhet Zogaj. Rikthehemi pas publicitetit. Miqtë mi, ndodhem në Zogaj të Tropojës. Është një vend perl për nga natyra, për nga resurset, për nga nën-toka. Çështja është se në këtë luginën e Zogajt, që janë 6 fshatra, nuk ka gjën më themelore që është rruga për të ardhur deri këtu. E mandej kur vjen këtu kupton që s'kan as shërbim shëndetësor, as vaditje. Po nuk po gjejnë dot as nuse. Jo. Skandal. 2025 nuk vjen nusja se s'ka rrugë. E vërtet. Izet, nuk kanë fjalë.
Unë Nuk jam kam fjalë se ka kontrast, jo se jeni vend i keq e vend i thellë. e vërtet, shumë e vërtet. Unë jam 20 mala nga fshati Pera, i përkas ti aksi nga qaf prushin kam. Bashkë me banorët i kemi ngrit problematikat, ndoshta me vonesë, por të paktën e kemi bani një përpjekjet tona. Kemi organizu 5 protesta para zgjedhjeve me mendimin se dikush do të vit na tërkas derën tonë, do të na çaj hallet tona. A kanë rënë vesh në shurdhët, ditët e fushatës, thuhej se do të bëjmë diçka mas fushatës, do vim të takojmë, si ju premtojmë dot se ju kemi gënjur 30 vjet, domethënë edhe A e pranojnë këtë që u kanë? E pranojnë që na kanë gënjur, biles ndër arsyet e mos takimit me ne gjatë protestes ka qenë se nuk kemi fjalë për t'ju thënë sepse ju kemi gënjur 34 vjet. Nuk mund t'ju gënjim më, kështu që do të shohim pas zgjedhjeve. Tash kam një pyetje retorike dhe shpresoj që kryeministri, se siç e kemi ndjek, nuk i ndjek edhe këto lajmet, domethënë dhe medjave kështu, siç pakun siç e ka deklaruar ai, e kam gjuhë vesh të mi. Shpresoj dikush t'ja thot, e kam një pyetje direkte, a është ndjeni, se ndoshta më vëlla nuk është ndjeni, që në zonën tonë për 34 vjetësh nuk është investu as 1 cent i rentës minerare që është marrë nga ky zonë. Atëherë t'ja themi kryeministrit. Bashkë. Të lutem. Ja ku është gërmime atje. Gërmime atje. Gjithandej sillë rreth rrotës shqipni ka gërmime gjithandej. Gërmime atje. Nga të 4 anët ka gërmime në këtë bukurinë natyrore. Dhe në tokë ka nis gërmimi nga aty ku e shohim me sy dhe sillet gjithandej kodrave në tokë me tunel me nën katë me. Këtyre që janë karrierë, që janë sipërfaqe, pikërisht. Ka dhe nën tokë. Pikërisht. Që është ajo hyrja aty. Unë një pyetje dhe një kërkesë do t'ja bëj kryeministrit. Edhe i lutem dikuj afër kryeministrit t'ja përcjelli. A është ndjeni ky kryeministri jon që e duam apo se duam, është kryeministri i gjithë shqiptarëve? A është ndjeni që asnjë lek kokër leku nuk është investuar në zonën tonë për 34 vjet nga renta minerare? Të paktën, mirë s'kemi pasuri, mos investo. Nga pasuritë tona që marrin në vendin tonë. Tani renta, një pjesë taksave këta që shfrytëzojnë kromin ja paguajnë pushteti vendor. Pra ju s'keni as nga pushteti vendor? Absolutisht, as nga qendrori, as nga pushteti vendor nuk kemi, si e shihni vetë, e dinë edhe ata vetë, po e dinë të atë vezlit. Po ai madhi i gjati, a ka marrë vesh që nuk është as 1 cent investuar në këtë zonën tonë? Edhe për këtë arsye, domethënë, vinë të gjitha pasojat mbrapa. Siç e përmendën parafolësit për largimin e rinis, për këta që kanë ngjeltus që nuk krijojnë dot familje sepse janë në kushtet ekstreme të rrugës, të mungesa e ujit, të infrastrukturës, shërbimit mjekësor. Pra, gjitha këto, a i përkasim një botë të tretë apo jemi në Shqipëri, a jemi banorë të Shqipërisë, a duhet të mendoj dikush për ne që jemi pjesë e këtij populli, e këtij vendi, paguajmë taksat si të tjerët, jemi diskriminuar maksimalisht në çdo lloj aspekti, edhe këtë nuk e them se unë i përkas Partisë Demokratike kam qenë se saj për sa vjet, këtu nuk është politike, kjo që po them absolutisht, se kjo ka ndodhur edhe për gjatë qeverisjes Partisë Demokratike. Pra ju jeni qenë persekutuar gjithë absolutisht. Ne për këtë arsye domethënë kemi shpallur dhe bojkotin si armën e fundit që ta kuptojnë partitë se na keni lodhur pa investime, na keni harru. Edhe pikrisht prej kësaj, pavarësisht se e thyem bojkotin, kemi shku në zgjedhje, janë 1100 votues në 2 qendra votimi, domethënë në këtë aksin, në këtë aksin këtu kanë marrë pjesë 350 votues. Gjithë ky aksi 350 votues. Dhe kanë marrë pjesë gati 30%. Po, kanë marrë pjesë 350 votues, që do të thotë se jemi të mashtruar, të nëpërkembur, të harruar, edhe nuk na ka humbur besimi ne biles. Unë tash para jush po parashtroj me bashkëfshatarët e mi e zonës, e kemi diskutuar, ne shohim si opsion një referendum, një peticion a referendum që t'i bashkohemi Kosovës se nuk gjejmë zgjidhje kund, ose mos ta njohim shtetin tonë, ose t'i bashkohemi dikujt tjetër që të paktën na përkthen investime. Se nuk dim ç'a të bëjmë më tjetër. Pas 34 vjetëve është e njëjta gjendje. Pra jemi të harruar, Kosova e kemi afër, shërbimet i gjejmë atje, naftën e blejmë atje,
lekt i lëm pazar atje, edhe ata me knaqësi do të na ktheshin në shërbime këto lekë që po i lëmë atje. Domethënë Pa pagu taksa, vetëm që bëjmë blerje, ata do na ashtu. se këtë doja thoja, ju Kosovës nuk i paguani taksa, ju Nuk i jep paguajmë shërbime. taksa, po, nuk e kuptojmë dot më. Na ka humb filli, ndoshta na thonë edhe ata dhe malokët s'marrin vesh, na vesh po marrim, po s'është na pi ujë. Kështu që Shumë e dhimbshme. ka Tu, s'kesha ka kemi në një shumë projekt për për Bujtina? Ju vetë keni bërë në një projekt për Bujtina? Ore, Po asi gjën s'bo këtu pa rrugë. nuk mund Jo, projekt paktën ju Po s'jep se bon asi projekt, për kurrë gjë. Këtu mund të bëhet projekt për blegtori. Këtu mund të bëhet për blet. Patat në projekt. Jo, jemi të lirë, prapë, me prapë, Izeti. Qa po thoje, se unë fakt, me të drejtë them, u bë rruga. E keni projektin? Ore, si fillim, kjo rrugë ka projekt. Po, ka. Tha kryetari bashkisë. E dëgjojmë një se çfarë tha kryetari? Unë si bashki në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar rajonal mes Shqipërisë dhe Kosovës, unë këtë rrugë e kam propozu, ma kanë kërku dhe e kam propozu pjesën e rrugës, pjesën e segmentit tonë, sepse ne kena propozu dhe në pjesën që lidhet me zogaj. Dhe projekti është i përbashkët, është projekt i bashkisë Haset dhe i bashkisë Tërpoj. Projekti është gati. Ne që na kërkohet, unë dhe jap ndihmën për bëmin e kësaj rrugë, që kena në ndorë. Por, ju e dini dhe ne tanë e dim që ne na bashkit vogla me pak të ardhura, dhe nuk kemi aq fondë sa me përballu investime të mëdha sepse kjo një rrugë gjatë. Këtu duhet patjetër ndërhyrja e shtetit, unë kam bindje që në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar do gjendet një zgjidhje dhe do financohet edhe kjo rrugë. Sepse ne rrugë tona ju e dini që ne si has kena 400 km2 sipërfaqe dhe pothuajse pjesa dërmuese e rrugëve janë rrugë rurale, rrugë pashtrume. Kështu që po them edhe një herë, është domosdoshmëri dhe kush e merr për politikë është jashtëzakonisht gabim që ta marrim këtë kërkesë juaj për politikë. Shpresoj që protesta juaj të kenë radhën në veshjen e drejtuesve të shtetit që na jepet mundësia që të hapin një drejtësile për financim. Unë që u musoj se nga fshati Kepenek. U bon legjend puna e kësaj rrugë qysh në 39 si e ka bon Italia rrugën fashiste, çfarë duhet thuaj. Asaj t'ja dini për nder ju që u bëri rrugën. Po, ne boni për interesat veta se mor krejt pasurit në të kësure. 39. Në 39 dhe sa në jetin 20 në 21 mu çka deshte vlat çka mujti. Këtu s'ka në as partia e punës për 40 vite me radhë, mire tha i Smeti, këtu me miliona pore si ka morë Serbia prej nesh, as rruga sam. Serbia nuk i mori, ja dham ne Serbia. Po pra, ja dham na po, këtu as i investim, këtu vend më të mirë për blegtori, për në qafë lurs, edhe deri në qarën leta e kanë interes për këtë rrugë. Se është përmes fshatnave, përmes aty, blegtori krejt qa ka në kotën bërhur se ka hangër jugë, me gjalpe, me djathë, me pra e prodhonit ju shkon të bjugë? Edhe shkoj ke një. Po ju është i famshëm vetë për blegtoria? Jo. S'ka mi blegtorinë, mi mishin tonë, mi bylmetin tonë, s'ka në tonë që di. Jo. Ka të shmime. Mjolta me mirë ma në Europë e zonës tonë. As ke me shka shkojmë punë, as ke me shka jetojmë, as gjë kush me të kosit. Po si jetoni, kur s'keni? Se pyetja është si jetoni, si jetoni për para? Me pak gjona, me fjallë, me pak gjona. Nas mund mjellim një dylim grunë se zgjev autokomboja me ta kur. S'ka ka vjen, s'ka rrugë, s'ja aty. Nas mund mjellim misër, s'mund më agjonë se s'kje ke të këto. S'kem rrugë, bra, ka marru gjithë shka. E këthyen, ja dha në votën e bëbirit e rëshqytu, tha, ko marrë fjallin e diram, s'tha, ko marrë okeni e diram, zvesh votomni, se me fjallë projekti parë, është që ke rrugë si dështruat nga që ove e prushit e në kam. As i gjonë së bon. 100 projekte i kanë bon. Do kanë bon me 2 kalime projekte, do me 3, do me autostrat.
po si gjonve rrën. U ke mot para 2 vjete, i mur do ura, si ka pas bon 1-2 ura të shatit tonë, Po. në 2 kret, janë shku i kanë bon 2 si s'mun jas me makinë vogël. E Me kam kamion s'ki shanse me hynë të. E kam Se pa. dia e konë më poshtë, as e konë. Jo, kam qenë deri në Zogaj ku keni bërë atë tek Jo, shkolla. ajo edhe një 4 kilometra amana e komunë e shpinë. Po thëm Ajo shatin. ura. Janë bo 2 ura si s'mun hi me kamion, lemo me traj. Ura për tender, ura elektorale. E pra, as i gjon, për gjon si ka bon kur njëna forës politike s'ka. As se ka njetë me bon, jo vetë mja rrugë, për mendimin tem, mendim personal është, me mujtë më shtëgu me mbledh ka pak lekë, me nu i tra të mirë. Në le shteti. Ha? Në le shteti, du të marim leja, dhe hapin leja. Edhe me nu i tra të madhë në kam, edhe një me nu në qa prushit, edhe me smelon as shtet, as korkon, dhe si ti kem tonë, lese i kem. Na prej 294 frymë, sot 50 frymë kem mirë. Plak, shtan tasit, i ri, asam. Shkolla a mjullë krejtë në shatit tonë. Në zonë si prej në kepen e kënë Zogaj, 6 km rrugë i bënë. E kam i një vogël, tek pull, ka naj 2 vjetë, në klasë 4 edhe në klasë 5, se s'ka as e fmi. Vesh e kanë bashkë gjithë e kanë punë klasa me tjetë që aty, si puna aty, klasa kolektive. Që qa do mësosh në klasë kolektive? Të është logaretë, a me marrë vesh mësimet e veta, a me marrë vesh mësimet si mësusja, po thëmi spjegon klasë 6-7, pra shitu ka shku nivelli e jetese e juve. A ka gjë ma tërpë, a ka gjë ma marrës, s'ka. As partia socialiste, as partia demokratike, nes në kanë kur kun tefterë. Ka pasuni, sa jo mu bon që ke rrugë, po mu bon autostrad, ose me kalu treni, për mes kësaj lugine e për mu bon. Pra edhe sot si po flasim këtu, ka pasuni që tu ku e ka jetojmë, janë me mija tonë krëm, rezerva, nën të kësuar si ka krëm. Ka pasuni, ka ari. Po, heshtje modhe, falë sa dush, 5-6 protesta si i bon qa prushit, as si lvizi, as si fjallë. Lien nga ata, pas nga qëta si erdhen gjoja për me fitu votat e për me dal deputet, më një fjallë në pushat as kur se për me në kur. Mirë është më shkput këj, me pas dëshysh arsyetim, si i bon hagë, sa dikune në aty me thonë, më hjek këj. I peticion, i kërkes, kush e din, referendum edhe na do mi bashkuar. Si është kjo? Po, ta dëgjoj çikës? E vërtetë është kjo? Nga Kosova kanë dash po, kur kanë ardhur në Dugan, kanë dash me për rrugën ne e kanë ardhur ta. Arsyet janë vjedhja. Mimoza Kusari ka dash me shtru rrugën. Po, krejt. Ka thonë lem një mun ja ushtoj rrugën, e kanë nalë, nuk e kanë lanë, arsyet janë vjedhjet. E ke shtru ajo me e palon. E ke shtru. Nuk na e leju, nuk e lanë. 6 vjetë, 7 vjetë ko. 6-7 vjetë. Ka ardhur tu. Po, ka ardhur. Ju kam mbledh? Po, të shkolla në Zogaj. Po? Edhe tha me konë që më lejojnë, tha unë e dek këtu, tha bëjnë kontribut, tha, prej Gjakove, tha bëjnë kontribut, tha me shtu rrugën, tha, vetëm për arshyet bos lups. Ja kini prit, aty. Një mu, tha, se lanë të atu. O arë shalë që e para zjedhe një natën. Po? Që aty ka pi kafe, o i s'ka premtu kur Aty ku pim ne? Po, natën orë, s'ka taku kërko. Jo, vesh po ka taku ja dosën e falë, kanë bojnë çel pet. Edhe o i, që kjo fush, në kodë partisë mund, s'kajta konë kalamash, dru. Kjo, në reqeti modë, Po. Kanali është adhena, kanali këtnena, arke prizë dhe vajtë letaj. Lot ujë. Lekë kem pas ditën e punë, nuk kom punu në kooperativë. Po. Edhe, i ki partia punës, dhe shka kina bo me vetë, me kra. Ti punua. ama shtëpia pa shumë shtëpia të bukura që janë bërë aty. Po, kanë mos. Që dash me Emigracioni. Jo, ato janë parat e këtij populli që i ka bërë jashtë, qoftë në Kosovë, qoftë në Angli si ka. Po. Pra ky popull ka resurset që nesër ta zhvilloj zonën, për këtë ta thash. Po. Pra mundësitë e shqiptarëve të kësaj zone janë për ta zhvilluar. Nesër po të bëhet rruga. Në këtë kuptim e ka, mund të bëhen bujtina? Bon, po qysh bon. Bujtina. Kanë mundësi me investu. Sajt e migracionit kanë mundësi edhe dëshirë me investu. Si për rrugë ku ishim lagje, atë ka pyet bola, ka pyet mba,
Ka gjëna që janë rafshina, ka edhe ujë, ka edhe që mund bëhen edhe fushë këto, mund bëhen gjithë Tu mund bët hipizëm mirë, se tu që kanë fushët pa me kështu për kuaj e për kështu. Ata prap nuk tërheken me arë këtu, pse? Sepse frenohen. Me boj vështim, qysh me boj vështim katë, kur s'ka mund si ba kush. S'ka. Në asë i zonë, s'kena lypë, vetëm rrugë edhe ujë. Punë kur s'kena lypë. Vetëm qitë rrugë edhe ujtë. Me vadit. Unë e para binë Gjakov kam, për të shpija e me qëto, se shkoj me kërë në qafë rrushit. Se unë kaloj, për që kuj bje Gjakova? Mas e qafë stulli. Po? Po. Para shkoj kam, se me makinit. Një loj e distancë, si ma peti e këtu, si me peti e në Gjakov. Një loj e kje. Në s'kem perspektiv të. Qa nëshimi kem në Faleminderit. Me po mu pashtu rruga investojnë edhe familjet. Ju falenderoj ju grupin e televizorit që na kjo arnim disa herë nga Tirana. Respekt për ju dhe televizorin e juj. Faleminderit ju. Na problemi jonë kryesor o rruga. Unë e kom punua shofer taksi me ustar këtu 30 vjet. Kom lënë 2-3 makina në qëtë rrugë. Kote fundit kom lënë edhe shtetin tim, kom kaluar invalid nga shtylla korrizore. Nga qëto hallet tona, nga qëto mundën që kina bona këtë vend tonin. Pra këto gropat e rrugës të bën invalid? Invalid i grupi, sot jam 8 vjet invalid. Jam operuar në Gjermani 2 herë. Edhe sot na jem që gjenje prapë. Na kërkojmë nga shteti, na ndojnë duhen këtë popull, na jem një fshat shumë me harmoni me njëri tjetrin. Edhe dëshimi jonë është se ne na kanë gjetë me harmoni njerëz qetë, njerëz të urtë dhe kanë frydzuar në gjegjen tonë gjitha aspektet. Si në rrugë, si në ujë, si në gjitha pikat kuve. Edhe na dhonë dhimen, na këtu jeta kthesh shumë, normal edhe shumë e mirë. Na bojmë biseda me njëri tjetrin, thojmë, fëmija tonë që na i kemi jashtë gjithë, thojnë, që i braba berra, thotë, prej atje halo pava dhe ma kesh ta rrugën, ma kesh vendin, tha. As keni tha drita rrugës makinës. Thojmë, jo më nësë ku këmi më. Ta shti, në bojnë që këtu fillon jetë tjetër. Unë e konë edhe në vendet tjera që tu, të rrët Shqipëri që ki po ka bujtina, këtu në konë vendin më i pasur në Tropoj. Tu ka jetu me blegtëri komplet rreth e Tropojës. Kena jetuar me gjellogjimin njerë konë disa punëtorë këtu. Dhe mon, qënë rreth e Tropojës kanë hungër ushqyrë në zonën e Zogaje. Kam. Sot jena smet, si na met që sa shpis na met, fshat në lagjën të emën Muhamedi na konë 27 shpi, jena 6 shpi, ka 2 vetë shpi. O shumë e dhëmshme për fshatin tonë për njerëz tonë. Edhe herë ju falenderoj ju, që keni marrë mund me në arëndimi. Zotin a një moft në të në drejtime. Ti fëmijët i ke andej, ha? Po. Të gjithë, sa? Po, 2 kom në ati në Angli, 1 kom të janë punë në rritim. Unë e vetëm më shoqën në shpi. Shoqë e më që du, infermerë, që ku i kom ta, punon infermerë, këtu ka punua, jena të drumë i bon, gjelbona që shkojnë në për shpia, të këtë e tjetë i bojnë. Gjelbona, Faleminderit, ja. Tani ti e më i riu këtu, apo? Apo është, ha? Po. Më i riu, pa merak. Tani ti e më i riu. Po, normal. Do ta mbyllim me ty, sepse kryeministri thot, ktheuni nga emigracioni të rinj, Tonë kthehen me po vaksinë. ktheuni dhe bëni bujtina, do t'ju ndihmoj shteti, do t'ju jap nga 5.000 euro, ha? Si të quaj? Gramos Mamet, ai. Gramos, me qa merresh? Unë e kam i fugën e punoj për Baramcor, se të 15 vjetë unë që të rrugë e bëjnë, po Me njerëz, me njerëz shërtoj janë këta. Ti e vunë për ditë? Për ditë. Ti e nis edhe e mbyll me këtë rrugë. Për ditë zotit, unë që të rrugë e bëjnë, sa si pujtoj mu tu në atje për që të punë. Mu tu mu nis me 2 fugën e bëjnë, njënin për rrugë keqe, vjetën për rrugë mirë. Si për rrugë keqe, njënin e lënë në një vend? Ka, e lënë fugënën e keqe ku kom shtu. Po? 2 vjetën, edhe marrë tjetën e i qoj njerëzit. Të mërsh. Për zotë. Me 2 mjete. Po. Me 2 licenca, me 2 pagesa. Logena me këtë rrugë të tonë, logena me servise për ditë, logena
Këtë na njerëz Mirë, si kalo. njerëz punëtorë na s'kena nevojë shumë për me hongër bukë, për me jetu, na jetojmë vetë, s'kena nevojë për kërkon. Për që rrugë kena pas nevojë, për që kanal. Tana gjonat i kanë rrit me naftë, me këtë që i zote asë e me lëtoka, sa në mi këtu sa naftë pa lesë sa. Palesa del dhe kostoja e. Kostoja, pra, që aty nga këtë i s'kejtë. Po pika grumullimi, ka kështu? Ja, zëm se e prodhove. Asë gjanë s'ka. I përballove kost. Asë gjanë s'ka, mos. Jo, si s'ka këtu, po s'ka, ne keshojmë si s'ka gati në tonë Shqipni. E kuptoj. Shto. S'kem qaj bojmë kërkuj, na edhe flasim, edhe bol mjesim legëm, ka herë, falë nëjës edhe për jo senior. Jo, ju bëtë një që folët, sepse ndryshe nuk do merr i vesh. Për zotën nuk e Që di. situatë, se krijohet ideja kur del kryeministri janë gjithë lumtur edhe Po, shton ka krijohet tu pës. bile e bëjmë të diskutim sa herë në Tiranë dhe më thonë, po mi unë si ka mundësi që jo vetëm ky kryeminist, por në përgjithësi njerëzit kur vinë liderët politik gjithë të lumtur. Ndërkohë që hallet janë këto, janë hallet prekshme. Hallet, thashmë sa si s'mu, s'nga mu çu me ani s'punës. Kur mban mend që dikush tu ketë ardhur, tu ketë mbledhur në këtë mënyrë. Jo gazetar. Pra nga politika, se gazetar mund edhe Politik na vinë ka herë në 4 vjet. E na mbledhen, shitu bile na mbledhen mjeshtën, na mbledhen na kam 12 vjet ja boll mjesht, se na mbledhen në për klube. Aty shkojmë pinë kaj kafe, edhe si shojmë më për 4 vjet. Aty fjalë hapet lista premtimeve. Fjalë bukura sa dush vallaj me komentar çu di shkon kat. Ti ke bërë detyrën tënde qytetare dhe ne prandaj kemi ardhur si media që të bëjmë detyrën tonë si gazetar për të evidentuar problemet. Vim këtu në Baltë, e shohim vetë realisht, e dokumentojmë dhe ja themi zotërisë kështu është situata. Që nga Tropoja e deri në Sarandë. Pastaj është personale vota, por ne duhet të dokumentojmë. Këtu duket situata 35 vjet është kjo situatë pa filtra. Do na thuash gjë? Jo vetëm 1-2 fjalë. Ore, ka mbet më bakti këtu? Ka mbet më bakti këtu? Jo, bakti fare. Ore, pas se vetëm ca lopun. Ja. E ka dhe vllajën Beqar, ajo Beqar nuk din këtu. Se nuk e foli, nuk din. Bakti kanë mbetur shumë pakica, e kupton. Mbajnë dy familje që mojnë bakti, e kupton. Këtu është ma shumë rruga, kanalet vadet që janë ujtje këto infrastruktura. Ore, ujtë pishëm, a keni ju? Ka edhe s'ka. Ore, ujtë shtetin, ujtë me... S'ka ujtë sjellën? S'ka farë. A s'ko të nveri su bonusë? Unë nuk kam punë partish, po unë desha të tregoj. Unë desha të tregoj, i diçka që 12 vite që ka fitue, i dira ma unë për krajët sociale s'ka marrë. Jam tek pulla, kuptën që jam i do me letar që jam As për krajët sociale? As për krajët sociale që 12 vite s'ka marrë farë. Po jetoj me krajët mirë 7 muj me jetu. Shumë me ditë, me si punon? 12 vite, unë s'ka marrë për krajët sociale nga Edi Rama që ka 12 vite. Edi Rama... Bo për para merja? Marsha për para. Dhe tek person marsha 20-30 lek varë që buxheti i shtetit, e kuptoj? Po tani farë rodën, thot je i sigurum, mos ma je firmë ku jam i sigurum, këta nuk e di, rrugën katastrofë, si thoni fjallë nuk i mundësi, do të me dalë në qafë prushit, të marim njërës tanë, të bim të shpia, të hanë darkë edhe t'ikin vrap. Asë mundësi kanë. Se nuk kanë mundësi me pakit rrugë, për atë mu. Unë jam bështetje gjithë poplit, nuk e kam për kraje, asë për i diçka, po asë s'kam binën kënej, asë anej, po që kja rrugë, që ta infrastruktura, të marin pak masa shteti, ashtë dukur, vene, ashtë bon katastrofë. Katastrofë. Unë s'kam fjallë, realisht të tjera për të thënë, por do t'i thosha kryeministrit që vetëm të shoh se çfarë bukurie ka ky vend. Vetëm ta shoh. Dhe pastaj analizën ta bëj vetë se pse ky vend kaq i bukur me këta njerëz kaq punëtorë, kaq mirë, kaq qetë. Që s'po kërkojnë asgjë, thjesht po kërkojnë një rrugë të mbetet në këtë drejtë. Këtu duhet vinim për të treguar sa turistë erdhën, si ta bëjmë më mirë këtë vend, si të cilë më shumë turist, kështu thot kryeministri për jugun. Ne do punojmë që të cilë më shumë turist. Këtu po ikin dhe vetë shqiptarët. Ky ishte emisioni miq nga zoga i Tropojës. Emisioni rrallës, ne do shkojmë në kudo në Shqipëri, kudo ku ka shqiptarë që kanë guxim, kanë kurajo, i thonë gjëra troç dhe duan t'i thonë pa filtra. Nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.